Partia opozitare e maqedonase LSDM ka drejtuar një sër akuzash ndaj kryeministrit Christian Miskovski. Antari Këshillit Ekzekutiv të LSDM-s, Andrej Zhirinovski, akuzoi drejt për drejt Miskovskin se, siç tha, po përgatitet një skenar për zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe nxitje artificiale të tensioneve ndërretnike, të cilat sipas tij janë të koordinuara me shërbimet e serbe dhe ruse. Megjithatë, ai tha se LSDM nuk do të bëhet alibi për këtë skenar. Pas dështimit të skenarit fillestar me Bullgarinë, Zhirinovski tha se fokusi i qeverisë do të zhvendoset tek marrëdhëniet ndërretnike me shqiptarët. Pasi dështoj si skenar, tani opinionin duam ta paralemrojmë për këtë, do t'jetë dëshmitari një skenari të ri. Tani nuk do t'jenë bullgarët argumenti kryesor kundër nesh, përkatësisht alibia për zgjedhjet, por do t'jenë kujdes shqiptarët. Ky skenar nuk i nevojitet vetëm fushatës nacionaliste të VMRO për mënes, por i nevojitet edhe Vučićit. Vučići fillon me të njëjtat akuza, me të njëjtin skenar, në të njëjtën mënyrë. Kjo alibi duhet ta themi hapur, nuk është një skenar i sajuar në kokën e Miskovskit, është një alibi që ja japin shërbimet ruso-serbe. Ndërkaq, lidhur me këto deklarata nga LSDM, Miskovski theksoi se opozita nuk e di se çfarë dëshiron dhe vazhdimisht e taktizon. Ju e dini qëndrimin ton dhe qëndrimin e qeverisë, i cili është se mandati i saj është 4 vjet. Nga sa mund të shoh, opozita kritikon kur bëhet fjalë për zgjedhjet parakohshme ose zgjedhjet të pjesshme. Por kjo është ajo që është. Mandati ynë si qeveri është 4 vjet dhe prioriteti ynë janë qytetarët, interesat e qytetarëve dhe projektet dhe reformat që duhet të zbatojmë dhe që qytetarët presin nga qeveria dhe ajo që kemi zbatuar në 25-26 muajt e fundit që kur u zgjodh qeveria. Në të njëjtën vit, qëndrojnë edhe nga partia Vlen. Bashkëkryetari i Vlenit Izet Megjiti thosë se për momentin nuk ka arsye për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Ai akuzon BD-n se vazhdimisht e mban këtë temë për të mos humbur elektoratin, ndërsa tha se qeveria ka shumicë absolute në kuvend dhe proceset nuk janë të bllokuara. Duke u bazuar tek anketat e fundit, Megjiti tha se Vlen është e favorit tek shqiptarët, prandaj tha se në asnjë moment nuk ikin nga zgjedhjet. Kujtojmë se partitë opozitare të bllokut shqiptar, BDI, ASH dhe Lidhja Shqiptare vazhdimisht kërkojnë zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Mendoj që BDI-ja për mos i ikë elektorati ka mbajtur vazhdimisht këtë temë mbas 3 muajve, mbas 6 muajve, kaluan 2 vite. Opozita, domethënë edhe kur nuk ka çka ofron, pra ka kërkesë për zgjedhjet parakohshme. Qeveria është e fokusuar te programi, te premtimet, te vendimet e mjekëve, te investimet në spital, investimet në arsim, tek ajo të cilën e kemi marrë përsipër për të realizuar. Sa i përket e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, edhe partitë politike të bllokut shqiptar kanë mendime të ndryshme. BDI, ASH dhe Lidhja Shqiptare që veprojnë në opozit vazhdimisht kërkojnë zgjedhje, e nga partia në pushtet e Vlen theksojnë se mandati 4 vjeçar duhet përfunduar në kohën e parapar, pasi sipas tyre ju nevojitet të kohë për të realizuar projektet të cilat i kanë premtuar.